Por atë i cili dha shumë thanë, ky e ka për sy e faqësi, ka ardhur të lavdrohet. Por atë i cili dha pak thanë, po çka ka nevojë Allahu për pasurinë e tij me 2 grushta ushqim? Çka do të ban dobi pasuria e tij? Ai i cili jep shumë i akuzuar, ai i cili jep pak i akuzuar. Çdo kush që ban mirë është i akuzuar. Derisa Ibn Taymija rahimullah tha, do ta gjesh cilësi në mesin e munafikëve, akuzimi i njerëzve të mirë por vepra të mira. Çdo kush që ban mirë, ata do ta akuzojnë. Çdo kush që ban mirë, ata do ta shajnë. Allahu Azza wa Jall tha, ata të cilët tallen me sadakan e muslimanëve, edhe ata që japin shumë, edhe me ata që nuk kanë dhe japin pak, bën hajgare. Sakhirallahu minhum, Allahu tallet me ata, wa lahum adhabun alim, ndërsa në ditën e gjykimit këta njerëz kanë një dënim të dhëmshëm.